Ashta bënë majgore. Si fillu e burë me umor me në vitet 90 se ti ke punu realisht edhe për sigurimin e Ibrahim Ruguvës, dhe më thonë? Jo, kështu, jo, dhe më thonë... Jo direkt, po... Kështu, një minut edhe për e sare këtë qështje. Unë e kom studiu ekonomikun dhe në vitin 89, fund viteve 89, mendova që po hynë pun në krime ekonomike. Dhe më thonë, sepse isha shkollue për qëtë punë. Dhe kur shkova ditën e para, aty ata më shtynë një farëzyri, shkon, vallaj, këgja, si që kjo modhe qështu. Edhe kur për këshyri dosje plët, analitik, do më zyri analitikës. Dosjen e parë me cilën unë jëmë balafaque, u kone Halil Matoshit. Halil Matoshit. Gazetarit. Gazetarit, sa shka po lypë, mërë kjo me qëfar krimesh ekonomike mirët kënjere edhin. Dhe kum dita e pare imja. Edhe ku marrë me ledzu kur pësho, shënimi zyrtar i bashkëpunëtorit. Tu kalzue për Halilin ku u kond, ka u shkue, që shu Shka po ha? Edhe thëmë, ka dalë më që ka u bu kjo punë. Atë ditën e parë kështu nuk e mora fort me, thash qitë kjo punë nuk o për mu edhen. Shkova në shpi, në podujer, edhe për i thëmë prindit edhe azës. Thëmë, valloj që aty me punë temën nuk më dokë fort që ka lidhje, që aty du të me konë kompanije që se senësht. Tha, lepe se disi dhe aty, shka mësëtja aty se mas mëromit sigurisht të se e puna, po ku mi ditë. Unë nuk ju të regova që e poshtë Halil Matoshit këtë... Se kom po vesh Halilit, të ditën e dytë kom ledzuet anë edhe shumë tjera. Ke thonë që i ke po dhe të Milajm Zekës e shumë? Milajm Zekës e kom po edhe kom ledzuet tër dosjen. Do më thonë, Milajmi është majtë dosjen 2 vena, është majtë edhe në Drenas, edhe është konë si dosje suplementare, do më thonë, e nivellit lartë, edhe kom ledzu komplet. Në kohën kur unë kom punu prej në fillimet e 90-av deri me 5 majt vitit 1993. Dhe kur me kijimi, që këshëm studiu bashk, i Podujevës, e merë vesh që unë ja kom fillu mas një 3-4 mujve punë, quhet Shaban Mehona. Cilin e falenderojme dhe përshëndesim shumë. E përshëndesim shumë. Shaboni, përndyshe gjinet në Gjermaninë, se s'ga po ja? Po, në Gjermaninë, atë dhetar i jashtëzakonshëm edhe një rrugovist i përbetu. I papërmirësueshëm, është jashtëzakonisht kështu me shpirtë, me kredo dhe një kontribues i madh i çështjes kombëtare. Po përndryshe veç regjia na shtan animon pak me foto derisa ti fol. Dhe vjen ai te unë në banesë që shumë ka zgjedhur. Na kishim studiuar bashk me te. Thot Fatmer për Zotën, mirë është që i aty. Thëmë, qybre mirë, po çfarë mirë. Se kishim filluar ka pak, po ishim në 80%, 90% shqiptarë ishim aty. Thot, veç mas i aty, thot, unë e thot, du me bisedu me ty. Në këtë takim ka qenë bashkëshortja ime Fatmirja, kur e kena zhvillu këtë takim, thot, mirë o konë, me na animuë të ashti neve. Thëmë, kuna me mi animuë, thot, qëra, unë jam këgja thell i kyqën këtë inteligencën e lidhjes demokratike të Kosovës, thot edhe mirë o konë, për çështjet kombit, kështu, me na ndihmue, sa të mosh. Edhe unë atër si i ri, kom pas 25-6 vjetë, edhe aj qashtu, a im ka regrutua mua. Do më thonë, se një njëri që ka punu në sigurim shtetënor, hajtë thojmë të Jugoslavisë, se në Prishtinë o konaj, nuk o konë në Beograd. Po, sigurisht, ishë Jugoslavikat. Po, kështu, do më thonë, a im ka regrutua mua, për me punu për lidhjen demokratike të Kosovës, ose për inteligencin asoj lëvizjet atëhershme. Dhe unë, me Shabanin tash për mësmi, qka kom bo, qka kom maru e krejt mrena, se të folë që është në televizionet tash në Serbi, që 24 muaj jem shpoll i pa dëshirushëm, jo nën grata. Se nën grata për du të në shpollën të tjerë, për Amerike këtu. Edhe, po, një ditë do të me të regu e sadre këto se. Unë e më ka bëj librin, një liber jashtë zakonshëm do të. Pa shkaj që është informacion e krejt? Jo, unë kom fotokopiu do më honë gjdo gjo që ka arrit në dosjet ndryshme, që për shamë për i përmeni do emna të njerëzve të asaj periude që kanë qenë antarë të Kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç Ibrahim Rugos që ka qenë dosja me modhe, Fehmi Agani, Anton Kola, Recep Gjergji, Naib Zeka, Edita Tahiri, Edi Shukriu, pastaj Adnan Merovci, ka qenë lëndë modhe e punës, Adnani ka qenë thuaj si gati sa Rugova. Adem